أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falendrojmë Allahun Azza wa Jalla, te falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim me fjalën më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na inshallah taala do të bëjmë një përkujtim të shkurtër, rezime pra, rreth 6 ditëve të Shewalit. Rreth 6 ditëve të Shewalit. Fillimisht kjo agjerim është prej agjerimeve, dhe me thonë, çka janë sunnet, apo mustahab, mirë është me agjerue. Tamam? Por e ka një veçori, se ka hadith, që ka orë në hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se këto duhet më agjeru pas, është e lidhur pra me agjerimin e Ramazanit. Kështu që inshallah taala na do të bëjmë një përkujtim pak më detaje lidhje me këtë mesele. Pasi që bëjmë sqarimin inshallah, pastaj e vim në përfundim se cila është më e mirë, më e preferuar që të veprohet. Apo më e saktë. اختلف العلماء في صيام 6 من شوال بعد صيام رمضان على قولين. Për sa i përket meselës se agjerimi 6 ditëve të Shewalit pas Ramazanit, dietarët islam janë dy mendime. القول الأول وهو مذهب الجمهور أنه مستحب. Mendimi I parë është I shumicës e dietarëve, të cilët thojnë dhe anojnë se agjerimi I tyre është mustahab, pra është I mirë dhe sunnet që të agjerohen këto 6 ditë. Kur? Në muajin Shawwal. واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مرفوعا. Janë argumentuar me hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cilën hadith e ka transmetuar Abi Ayyubi al-Ansariu, tamam? Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili thot: "Men sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahr." Kush agjeron muajin e Ramazanit? Kush e plotson muajin e Ramazanit sa agjeruari? Dhe pastaj thot 6 ditë agjeron në muajin Shawwal, muaj më një herë që pason mas Ramazanit, është sikur ka agjeru tan vitin. Është sikur ka agjeru tan vitin. Por shkak se muaji Ramazan I përshin në vetveten e saj 10 muaj. Edhe Shawwali 2 muaj, 12 muaj, domethënë. Kurse mendimi I dytë kanë thonë se annahu makruh, është mendimi I dytë, mendojnë se është I papëlqyer. Tamam? Çëshbe? Mendimi I dytë mendojnë se është I papëlqyer në atë kuptimin me ngjit me një herë mas Ramazani. Me agjeru me një herë në Shawwal. Tamam? Wa hadha madhhab Abi Hanife wa Malik. Kjo është mësebi e Ebu Hanifës edhe Imam Malikut. Që të agjeron 6 ditë të muajit Shawwal me një herë mas Ramazani, pra në muajin që pason muajin Shawwal, është diçka e papëlqyer. Tamam? Subhanallah. Thot pse? Për shkak se lejse mukhtasan bi Shawwal, për shkak se këto ditë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bën të veçantë se këto ditë duhet të agjeru në muajin Shawwal. Tamam? فإن من صام 6 أيام ولو في غير شوال وكان قد صام رمضان حصل له أجر صيام الدهر المنصوص عليه في الحديث. Tamam? Për shkak se ai I cili e ka agjeruar Ramazanin, tamam, edhe ja agjeron 6 ditë mas Ramazanin, cilin do muaj koft, jo në Shawal, cilin do muaj koft. Tamam? Thot ky vetëm se ka arrit sevapin që ka cek pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra me mendimi I dytë mendojnë se nuk është patjetër me kon në Shawal, bile jo që nuk ka patjetër, por thonë është bile është e papëlqyer me një herë mas Ramazani më agjeru. Do të mbulon për masane, pse?
Se pejgamberi Allahut kur e ka cek këtu në muin që e ka cek muin Shawwal, e ka pas për qëllim për diçka që e ka pas për qëllim për shkak se është ma lehtë për njerëzit mu agjeru. Për shkak se janë të mësuar një muj ditë duke agjeru, edhe 6 ditë me njëherë mundet mi agjeru. S'ka problem. Tamam? وإنما ذكر شوال في الحديث لأن الصوم فيه أسهل من غيره لقرب العهد بالصيام واعتياد البدن. Ka thonë, edhe keq problem e arrin besimtari, kur do kohë që agjeron këto 6 ditë. Mirë për pejgamberi Allahut kur e ka cek, ka kupton se në Shawwal, muin Shawwal e ka cek për shkak se njerëzit apo kupton çka janë ma të prirë për mi kri të 6 ditë, janë të mësuar një muj ditë të ushtruar, do të thonë duke agjeru. Edhe trupi i njeriut është, do të thonë, më i freskët dhe është më i qëndrueshëm për mi vazhdu edhe 6 ditë mas Ramazanit. Wa inma kariha al-imam Malik al-mubadara li amrayn. Pse Imam Maliku e ka urryer apo nuk e ka pëlqyer që të agjerohen më një herë në muin Shawwal të 6 ditë? Annahu khilaf ma adrakahu min amali ahli al-Madina. Për shkak se thot Imam Maliku, une në Medine, se kjo është prej ulemave të Medines. Ka thonë në Medine nuk e kum pa asnjë nga ulemat ta thot një gjë të tillë, apo ta vepron një gjë të tillë. Tamam? والثاني لئلا يتوهم أحد إلحاقها برمضان في الوجوب والفرض. Dhe arsyeja e dytë është thot pak me elon thot për te Ramazanit që mos ta marrin njerëzit, tamam, se me kalimin e kohës njerëzit pastaj mundin me ngjitë edhe me Ramazanin, apo mi ja bashkangjit me thonë se kjo është pjesë e Ramazanit. Do shta pjesë drejt përse drejti jo, po me thonë se me bon si lloj obligueshmërie apo kupton, e është mirë me bon çfarë ndasije. Pra këto 6 ditë mundesh me agjerue edhe mas Shawwalit, bile kanë thonë më e preferuar është. Na do ta shohmi se pse kanë thonë bile është më e preferuar. Pse? Kanë thonë për shkak se sa më shumë që vështirësohet kryerja një obligimi, thot më shumë thot rritet shpërblimi. Për shembull, nëse e lëm thot mas Shawwalit, njerëzit pastaj nisin dhe mësohen duke ngrënë dhe pi. Dhe hajde bismillah tash po duam ja nis me agjeru çato 6 ditë, apo do të jetë më vështirë. E kanë thonë atëherë sa më vështirë që të jetë diçka buton, thot inshallah kemë pas se vapin edhe më të madh. Që këtë arsye në ditë e kanë marrë dhe Hanefit. Imam Maliku na tha mi ka 2 arsye se pse ka thonë me lën mas Shawwalit është më mirë se sa më një herë në Shawwal mi agjeru. E para kjo tha se na nuk ka arrit tha mu të ulemat e Medinës se e kanë vepruar një gjë të tillë. Dhe dyta thatë që me nda, me pas një farë ndarje shkepuqe nga Ramazani, mos me mendu njerëzit se është pjesë e Ramazanit. Apo? E Hanefit e kanë vetëm arsyeën e dytë. Vetëm këtë, Hanefit e kanë që me bën një shkëputje mes farzit e Ramazanit dhe kësaj cila është, me thonë, është gjishka nafile, është gjishka vullnetare. وقد نص على ذلك في الموطأ. Imam Maliku bile ka sektat në librin e tij të njohur, Muwatta, që është Imam Malikut. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. تمام؟ Ka sekë edhe këtu thot, bilon librin e tij, avuton se nuk e ka pa asnjë nga ulemat të cilët ka marrë këtë dijen në Medinë se kanë vepruar një gjë të tillë. Subhanallah. ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. As bile nuk më kanë treguar dikush që ka bën nga selefët para ti. وإن أهل العلم يكرهون ذلك bile përkundrazi thot ulemat e kanë urryer një gjë të tillë. Domethënë me kon kaq shumë ngjitur me Ramazanin. ويخافون بدعته إذا ينفركسوا بلا مصوش بدعت وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. ده مثلا sipas Imam Malikut dhe Ebu Hanifës, e cilën këto korespondojnë me mendimin e dytë të ulemave, tamam? Mendojnë se këto 6 ditë në fakt nuk janë të lidhur me Shawwalin. Shkurtimisht. Tamam? Po këto bile thotë është preferuar bile për te Shawwalit me shti
dhe mi agjeru këtë ditë. Tamam? Dhe arrin shpërblimin e tyre, thot, kur do që i agjeron. Mirë, po shpërblimin këtë thojnë, mendojnë se shpërblimin e kujna? E nafiles. Shpërblimin e nafiles. Nërsa mendimi më i sakt është mendimi i parë, cilën thojnë se është mustahab, është prej sunneti që të agjeron, ashtu që shka në tekst. Tekst nga pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithun sahihun sarih, pra i sakt dhe i qartë, me thonë se kush agjeron muajin e Ramazanit dhe i pason pastaj ket me 6 ditë të Shawalit. Tamam? Është sikur ka agjerue tanë jetën. E tash këtu, mendimi i parë gjithashtu e ka dhe dallimi nga mendimi i dytë se tanë jetën e ka për qëllim me shpërblimin e farzit. Tanë jetën, do të thotë nëse çdo vit e bani bjes kur tanë jetën. Ose tanë vitin. Tamam? Dhe me thonë, mirë po këto thonë se është për qëllim shpërblimin e farzit. Dhe shpërblimin sikur që mendimi i dytë, edhe nëse arrin shpërblimin apo shpërblimin e nafiles që jo të farzit. Shpërblimi i farzit e ka qëtër kalibër. Kjo është për sa i përket meselës parë. Meselja e parë, ke këto 6 ditë a thu vallë, a du të agjerue në muajin Shawwal, apo banë edhe jashtë muajit Shawwal. Thamë se mendimi më i sakt është që të agjerohet në muajin Shawwal, tamam? Edhe ke shpërblimin, sigur ke jetuar, ka agjeruar tanë vitin apo tanë jetën e shpërblimit të farzit. Meselja e dytë të nderuar vëllezër është ikhtalafa ahlul ilmi fi man sama sitte fi ghayri Shawwal li udhrin aw li ghayri. E tash meselja e dytë është për ata të cilët e kanë agjeruar këto 6 ditë, ama jo në muajin Shawwal. Në muajt e tjerë. Me arsye apo pa arsye. A thu vallë këto a kanë arritur shpërblimin? As kanë arritur shpërblimin. Edhe këtu ka mesele 3 mendimet e dietarëve janë. Mendimi i parë është dhahaba al-Hanafiyya wal-Malikiyya ila anna al-fadila tahsulu liman sama 6 ayyam fi Shawwal aw ba'da. Tamam? Hanafit dhe Malikit prapet e kanë mendimin për shkak se meselet e nderuar janë zinxhir me njëra tjetrën. Tamam? Sa të bazohen në usulet e tyre. Pra pe shofmi se çaj mendimi dietarëve meseles parë thujse dhe me thonë bartën të këtu në përshak se janë të lidhura me njëna tjetrën. Çka thonë të një Hanefit dhe Malikit, që thojnë? Ka thonë se e arrin shpërblimin e këtine 6 ditëve të Shawalit kur do kohët mrena viti që agjeron. Tamam? Wa anna al-hadith innama dhukira Shawwal min babi at-taysir ala al-mukallaf aw mukallaf. Mirë po thot, muaj Shawwal që ose në hadith, këtu thot, nuk është gjithçka e veçantë se duhet më ukri në Shawwal. Nuk është e lidhur hadithi, apo, dhe me thonë, nuk është qëllimi i hadithit muajin Shawwal, po është për qëllim që me konë pak ma e lehtë për personat që duhen me agjeru. Li'anna sawmaha ba'da Ramadan ashal min sawmiha ba'da dhalik. Për shkak se agjerimi e kupton më një herë mas Ramazanit, si cila në Shawwali është ma e lehtë se sa ma vonë. وبناء على ذلك فإن الفضل الوارد في الحديث من كونه قد صام الدهر إنما هو باعتبار أنه صام الدهر نافلة على أي حال. تمام؟ سواء صام في Shawwal أو بعده. Ndërsa kupton për sa i përket thot dhe mbi këtë meselë çka e than, mbi këtë mendim çka posedojnë, se arrin shpërblimin edhe jashtë muajit Shawwal, thot na kena për qëllim për shpërblimin e nafiles si nafile, jo shpërblimin e farzit. Tamam? Për shpërblimin e nafiles. E thot për derisa na e konsiderojmë se arrin shpërblimin e nafiles, atëherë nafilja thot e ka të njëjtin shpërblim, se një me 10 shpërblehet si në Shawwal, si jashtë Shawalit. Tamam? قال العدوي وإنما قال الشارع. Thot ki dietari nderuar, thot shariati Allah. Pra thot Allah, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Min Shawwal, që është këtu tekstualisht që ka thonë për në Shawwal, li takhfifi bi i'tibari sawm, është për qëllim lehtësim përse përket agjerimit. Tamam, për shkak se
njerëzit vetëm se janë të gatshëm për me agjeru. La takhsis hukmiha bidhalika alwaqt. Dhe nuk ka diçka çka ata e veçu pejgamberi Allahut agjerimin e 6 ditëve me Shawwal. Pra agjerimi i 6 ditëve nuk lidhet me muajin. Se do të mu agjerue për me arritur shpërblimin vetëm këtë muaj. Po është për qëllim, pejgamberi kur e ka cek Shawwalin, e ka cek për sa i përket nisi njerëzit sa më shpejt ta bëjnë ata, sa janë hala të nxehtë, sa janë hala, do me thonë, të mësuar se agjeruari. ونقل في تهذيب فروق القرافي عن ابن العربي المالكي أن قوله صلى الله عليه وسلم من شوال على جهة التمثيل، والمراد أن الصيام رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بالشهرين، وذلك المذهب يعني مذهب الإمام مالك، فلو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك. قال وهذا من بديع النظر فاعلموه. مثلا نبثهم gjithashtu kthy se krejt ulemat e Imam Malikut e mëdhëbit Maliki e spjegojnë thujse të njëjtën pozicion. Tamam? Thojnë se për shembull fjala pejgamberit Allah që ka cek këtu Shawwal është për qëllim do me thonë vetëm si shembull. Kur e marrim një shembull me agjeru apo me bëni punë, çka na duhet me marrë një shembull një muaj me cek një emër të muajit, apo një objekt, apo një diçka, dhe kur dojmë për me sqaru një sen, po na nuk e kena për qëllim objektin, e kena për qëllim shembullin. Tamam? Kështu thot pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam kur i ka cek këto 6 muaj, këto 6 ditë që ka cek muajin Shawwal, muaji Shawwal është vetëm si për shembull. Vetëm si për shembull, nuk është për qëllim muaj, po është për qëllim muaj, do të thonë 6 ditët në fakt. Dhe këto 6 ditë thot kur do që agjerohen, do të thonë në vitit e arrin shpërblimin e nafilës. Pra po shkak se këto e kanë mendimin se edhe nëse agjerohen brenda Shawwalit, edhe jashtë Shawwalit, prap e arrin shpërblimin e nafilës jo ma tepër. قال ابن المفلح ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال وفاقا لبعض العلماء ذكر القرطبي لأن فضيلتها كون الحسنة ب10 أمثالها كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال سهولة الصوم لاعتياده رخصة والرخصة أولى. تمام؟ Ashtu si që thamë edhe Ibn Muflihi, që ka prunguar kupton nga ulemat e tjerë cilën e ka bartë, gjithashtu kuptimin, po të njëjtin e ka shpërnda dhe e ka spjegue se qëllimi këtu në Shawwal është vetëm se thjesht shembull, ndërsa pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam e ka për qëllim që të agjerohen të 6 ditë kudo kofshin që agjerohet. Mendimi i dytë huwa madhhab Shafi'i rahimahullah. Madhhabi Imam Shafi'i. أن من فاته صيام 6 من شوال قضاها في أي وقت، لكن ثوابها يكون دون ثواب من صيام في شوال. Imam Shafiu e ka një tjetër pozicion, pak më ndryshe. Ka thonë, ku i kanë pështue këto 6 ditë në muajin Shawal që s'ka mujt me agjeru, ka thonë ki mundet mi bo kaza. Mundet mi agjerue edhe jashta muajit Shawal, tamam? Por thot normal se sevapin nuk e ka si kur me pasagjeru në muajin Shawal. فمن صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان له ثواب صيام سنة فرضا بلا مضاعفة، بخلاف من صام رمضان و6 من غير شوال فهذا له ثواب سنة نافلا بلا مضاعفة. Imam Shafiu thot se ata të cilët thot e agjerojnë këto 6 ditë në muajin Shawal e kanë shpërblimin, tamam? Shpërblimin si kur kanë agjerue, dhe me thonë, farzin e Ramazanit. Dhe me thonë qatë shpërblimin e ka, të farzit. Paguhen të 6 ditë me pagesën e farzit e Ramazanit, apo? Dhe se ka thonë, në qëfë se ti i agjeron, se Imam Shafiu po thotë, ban mi agjeru edhe jashta muajit, apo këton? Tamam? Mendimi parë kese është ma mirë bili jashta muajit, dhe nuk ka lidhje me muajin. Se Imam Shafiu thotë, jo, ka lidhje me muajin, tamam, bile ka dhe të shpërblimi ka dallim. Se dallimi është se nëse agjeron muajin Shawal e ka shpërblimin e farzit Ramazanit. Tamam? Me çfarë shpërblim paguhet këto 6 ditë. Pse? Se pejgamberi Allah ta ka thonë, kush agjeron Ramazanin dhe i pason 6 ditë kur ka agjeru tan vitin. E nafila me farzin çish mund mu llogarit? Nëse nuk paguhet këto 6 ditë me farzin e Ramazanit, atëherë nuk e ka arrit
dhe me thonë në fjala agjerimin e tanë vitit. Po shma pak. E thot Imam Shafiu, se abgudon kush agjeron këtë muaj, këtë 6 ditë e me shpërblimin, sikur që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 6 ditë me shpërblimin e agjerimit. Nërsa kush agjeron mas, që duhet thot me agjeru edhe mas jashtë këtij muaji, ama vetëm se e merr shpërblimin e nafiles. Jo shpërblimin e farzit e Ramazanit. ومن المعلوم أن الأصل في الشريعة أن الحسن ب10 أمثالها فلو صام 6 أيام من أي شهر في السنة كان بشهرين فلو كان صيام 6 في شوال كصيام في غيرها لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة فعلم أن المراد بصيام 6 من شوال ثواب الفرض وإلا فمن صام 6 أيام في غير شوال حصل له ثواب صيام الدهر نفلا. لما thonë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam te Imam Shafiu është, më thonë një spjegim pak më i thellë, tamam, me një dallim të vogël. Ka thonë se pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam nuk është mendim i parë, thotë që muajin Shawal, mendim i parë thotë se ka cek pejgamberi Allah vetëm si shembull. Imam Shafiu thotë jo. Imam Shafiu thotë ka cek e ka veçuar në Shawalin për me dallu shpërblimin. Se në qoftë se agjerohet në Shawal e kish shpërblimin e Ramazanit. E kish shpërblimin e farzit të Ramazanit. Tamam? Në qoftë se nuk e agjeron jashta, atëherë e kish shpërblimin e nafiles veç. Amo du të më agjeru. Mrena vitit ku do kofshin të më agjeru, vetëm se tash ti e përzgjedhësh apo do ti me përzgjedh shpërblimin e farzit të Ramazanit apo shpërblimin e një nafile e cila paguhet 10 pra. Një me 10. Tamam? قال ابن حجر المكي من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة ومن صام 6 غيرها كذلك تكون كصيام نفلا بلا مضاعفة أشكا بوسدوم منديمي تريت تندروا اللزر أش منديمي وهو مذهب الحنابلة أنه لا تحصل فضيلتها إلا بصومها في شوال أش منديمي إمام أحمد يا حنبلي mendimi i tretë. Dhe ka thonë nuk ka arrin shpërblimin vetëm se ashtu siç ka në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tamam, se kush agjeron të më thonë në Ramazanit dhe pastaj pason 6 ditë në muajin Shawal, është sikur ka agjeru tan vit. Tamam? لكن يرجى لمن صام بعضها ولم يكملها لعذر أن ينال أجرها وفضيلتها. Mirë po, ata cilët nuk kanë mujt me agjeru Ramazanin për shkak udhëtimit, kanë ndonjë ditë në kaza apo koni smut, apo te gratë për shembull për shkak gjithon që s'de ndoshta kupton ditëve të cilët fe Allah të zogjeli ja u ka lehtësuar gjithonja apo shtatzon. Tamam? Apo cikli mujor, apo lehonia pas lindjes. E kështu me radhë, me rëndësi, dhe me thonë, apo pleqëria s'kashme të 8 vjetrit. Dhe kanë ditë thjesht apo kupton që nuk kanë agjeru. Kanë kaza me një fjalë. Kanë arsye. Tamam? Thot ata cilët kanë pas arsye dhe nuk kanë mujt me agjeru disa prej ditëve të Ramazanit, dhe më njëherë kanë fillu me ditët e Shawalit, mas Ramazani, thot e arrin shpërblimin. Mirë po është kusht që masanena mi plotsu ato ditë. Tamam? Masanena thot është kusht ato ditë mi plotsu. وبهذا يعلم أنه المعتمد في المذاهب الأربعة أن من صام شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان فإنه لا يحصل أجر المضاعفة فرضا بل الذين يقولون بأنه له أجر المضاعفة فرضا وهم الشافعي والحنابلة ينصون على أنه لا بد أن يكون صيامه في شوال بعد صيام رمضان وإلا حصل أجر النفل. Këto tash e lidhin domethënë me punën e ata të cilët kanë obligime, siç e tham, kanë për kaza muajt Ramazan. Dhe kjo është meselë tash tjetër, a thu valla kupton se cilën duhet me fillu tash besimtarët, domethënë me agjeru. Para së gjithash, e bëjmë një rezime të shkurtër. Kanë dy mendime për sa i përket agjerimit, domethënë muajin Shawal. Se është e preferuar, dhe është sunnet, e mendimi i dytë është e papëlqyer me herë në Shawal, po është më e preferuar me lënë mas Shawalit. Dhe mendimi më i saktë që mu agjerue për shkak hadithit të sakt, mu agjerue në Shawal.
Por sa i përket ata cilët nuk e kanë agjeruar, kupton. Kanë agjeruar, kupton, jashtë Shevalit këtë ditë. A thu vallë, ç'është problemi ka? Edhe këtu kanë mendimi i parë se kanë shpërblimin, kupton, thjesht të nafilës si agjeruan Shewal, si jashtë Shevalit. Malikit dhe Hanefit. Mendimi i dytë i Imam Shafiut thotë se ata cilët e kanë agjeruar në Shewal kanë shpërblimin e farzit, ata cilët e kanë agjeruar jashtë Ramazanit kanë shpërblimin e nafilës. Dhe Imam Ahmedi mendon se në fakt meselja është se duhet të agjeru këto në muajin e Shewalit. Dhe kjo më shumë e lidh meselen me akijet i farz kaza për të bën apo jo. Dhe këtu na kthejmë nga kjo meselë tash te meselja tjetër, a thu vallë për si është më e mira për besimtarin. Qoftë dikush ka farz, ka dhe me thonë obligim, ka kaza, ka ditë, që duhet mi plotësua kupton në kaza. A duhet me fillu tash me ditët e Shewalit? Apo duhet me fillu me ditët e farzit kazas. Tamam? Sipas renditjes, sipas shumicës dietarëve kanë thonë se më e mirë është me fillu një herë me farzit. Nëse kije ditë më pak. Tamam? Është mirë me fillu me farzit. Pse se farzi i Allahut azza wa jall ka përparësi më shumë se gjithash. Një. Argumenti i dytë është për shkak se kupton pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam po thot kush e ka agjeru muajin e Ramazanit. Pastaj thot i plotson me 6 ditë. Ai i cili ka borxh kupton të Ramazanit, a ka kri Ramazanin ai? Jo. Ai një herë u dashka me kri pra obligimin një herë si kaza ditët, pastaj me plotsu me kaza, me Shewal. Tamam? Kjo mendimi i parë. Ndërsa mendimi edhe i shumicës. Mendimi tjetër ka thonë se nuk ka problem. Me rëndësi është kupton për shkak se në usul ka rregullore çka, do të thonë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka sekë renditjen këtu që duhet patjetër më ukri një herë farzi i Allahut. Përkundrazi bile farzi i Allahut thotë i ka edhe 11 muaj tjetër. Kurse Shewali duhet më dhon përparësi për shkak se Shewali ka vetëm 1 muaj. Tamam? Vetëm 1 muaj e ka. Kurse kjo kazaja e Allahut subhanahu wa taala, kaza çka i ki 11 muaj. Apo edhe 10 muaj për mas. Dhe nuk kemi na asnjë argument që me njëherë dhe me thonë na ka rekomandu që ta kryjmë na me njëherë kazan e farzin e Allah si kaza ditët e mbetura. Për kundrazi kemi bile apkutun argumente se on shty bile kazaja Allah subhanahu wa taala apkutun deri ndësha në muajin Shaban viti tash. Në muaj me njëherë pas Ramazan, para Ramazan. Sikur që ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, se kam pas ditë të mbetura nga Ramazani dhe nuk kam mujt me agjeru tan vitin, nuk i kam agjeru dhe plotësu atë fars ato ditë kaza vetëm se muajin Shaban. Me thonë 1 muaj para se me hi Ramazani dhe me thonë në ardhje. Tamam? Kështu që dhe me thonë kazaja nuk ka dhe me thonë do një rekomandim që ta përshpejtojmë. Për kundrazi kemi 1 vjet hapësirë që t'ja agjerojmë atë ditë. Ndërsa kupton nafilja këto Shewali dhe me thonë Shewali ka ditët më të shkurtra, me thonë me një herë që duhet kry për shkak se mrena 1 muaj me një herë ajo dhe me thonë 30 ditë harxhohen shumë shpejt edhe besimtarit mundin me ikë dhe mos me arrit kupton kesh problem të madh. Me cilën na thuhet të veprojmë, qofse ki ditë shumëta të Ramazanit, atëherë i plotson Shewalit. Tamam? I plotson 6 ditë Shewalit, qofse ki ditë të shumë kaza, 10 ditë e 15 e kështu me radhë. I kryin herë Shewalit, pastaj i kryin kazat për mas. Qofse ki ditë kaza pak, i ki ditë 3 ditë për shembull, e kryin një herë kazat e Ramazanit, pastaj i plotson inshallah taala 6 ditë e Shewalit deri në fund të muajit her pas here. Dhe nuk ka kusht as kazan dhe as ditët e Shewalit mi krye e ren. Po mund është mi krye her pas here. Tamam? Mund është mi krye her pas here, për shumë një ditë, tonë e tejte, mërkure, një herë një javë, 2 ditë një javë në shëja gjeron, për 3 javë dhe me thonë i banë 6 ditë, e kështu me radhë. Kjo është rezime shkurtes rreth meselës e 6 ditëve të Shewalit, ku lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall na i mëson për t'i plotësojmë edhe këtë ditë, kupton në mënyrë që inshallah taala të na llogaritet te Allahu xhalla fi ula si agjerim i tan vitit kjo mëshira Allah subhanahu wa taala. Kupton? Ummeti pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam ka veçori të mëdha nga ummetet e tjera. Dhe një prej tyre është edhe kjo.
është nata e 4. Është agjerimi mujtë Ramazanit që është përblet mas pak t'in 10 e përpjet. Agjeron me agjeruve të mujnë e Ramazanit edhe 6 ditë e Shewalit t'in fakt llogarisë kur ka agjeru tan vit. Kurse këto nafilet pastaj që agjerojnë ditën e Arafatit, ditën e dhe ditë e Dhulhijhes për shembull, apo tonë tanë të ditët e bardha e kështu me radhë, që janë keq probleme ekstra që ka paguën Allah subhanahu wa taala dhe ngritjen drejtë e xhennetit. Tamam? Kështu që lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall na ban për atyre të cilët e arrim inshallah këtë problem, edhe shpërblimet e tjera më në vitit, për shkak se domethënë agjerimi vetëm na i ka dhënë për një mosër, një shembulltyr se si besimtari pas ka mundësi një muj ditë me agjerue, tamam rresht duke i fal me taravija, me krejt. E pra kjo jep me kuptu se o besimtar, o robi Allahut, pra edhe më në vitit mundohu pra me agjerue në i ditë fi sebilillah për Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi Allah ka thënë kush agjeron një ditë për Allah subhanahu wa taala, çka 70 vite larg ja largon fytyrën e tij nga zjarri i xhenemit i. Tamam? Allah na bëftë aty ya rabbil alamin. Allah shpëlbej për dëgjimin, barakallahu fikum. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.